Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sërish në një episod tjetër Koha për të folur. Dhe me ne në studio është Angela Tefik. Përshëndetje Elena, shumë faleminderit për ftesën. Është vërtet shumë kënaqësi që të jem pjesë e programit Koha për të folur. Të uroj shumë suksese edhe lutem për vajosin e Perëndisë mbi ty edhe mbi çdo të ftuar në mënyrë që vërtet programi dhe çfarëdo lloj gjëje që thuhet këtu të jetë bekim për të gjithë ata që dëgjojnë. Faleminderit dhe e vlerësoj shumë. Gëzohem gjithashtu shumë që të kam ty këtu sot në studio dhe tema që do të flasim, mendoj që është një temë që shumë të rinj mund ta prekin edhe mendoj që është një gjë që njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë. Në fakt, në ditët e sotme, pra në kohët ku ne po jetojmë, jeta duket sikur është bërë më e vështirë, gjërat janë vështirësuar, duket sikur njerëzit ndryshojnë, rrethanat ndryshojnë. Si të rritemi në vështirësi dhe të mos i lejmë ato që të na mbysin, por të ngrihemi në sipërfaqe edhe kur ndjenjat dhe emocionet tona nuk janë aty. Në fakt është e vërtet. Kjo është një nga ato tema që është shumë komplekse në vetvete edhe duket sikur jo gjithmonë mund i kesh përgjigjet e duhura. Të rritesh në mes të vështirësive, për mua personalisht do të thotë ti dorëzohesh planit të Perëndisë, pavarësisht se ti nuk e kupton, pavarësisht se nuk është ajo çfarë ti do doje ose ajo çfarë ti ke dëshiruar ose planifikuar për gjatë gjithë kohës. Dorëzimi ka të bëjë me të nënshtruarit plotësisht asaj që Perëndia ka për ty dhe për jetën tënde, sepse ne e dimë shumë mirë që planet që Perëndia ka për ne janë plane të së mirës edhe jo të së keqes për të na dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Edhe unë personalisht besoj që ky është vullneti i Perëndisë, të besoj më shumë tek Perëndia. A mendon se rritja shpirtërore dhe personale ndodh më shumë në momentet tona të vështira apo kur ne kalojmë, pra jemi në situata të lehta, nuk ka një gjë që të na kërcënojë në thonjza? Të gjithë duam kohët e lehta, edhe të gjithë duam që gjithçka në jetën tonë të shkojë shumë mirë, ashtu sikur se ne i planifikojmë gjërat, por në të vërtet rritjen më të madhe dhe në raport me Zotin e kemi në kohët e vështira. Ndoshta kjo edhe për vetë faktin sepse këtu ne jemi më të dorëzuar tek Zoti, edhe këtu ne nuk po mbështetemi tek forcat tona, tek intelekti jon, por dorëzohemi plotësisht tek Zoti dhe mbështetemi plotësisht tek Ai. Unë personalisht besoj që Zoti bën punën e Tij më të mirë në periudhën kur ne jemi vërtet në mes të sfidave ose në mes të situatave më të vështira. Ka ndodhur kjo edhe me personazhet në Bibël, me njerëzit e besimit, me heronjtë e besimit, të cilët kanë kaluar përmes sfidave jo pak të lehta. Është e vërtet në fakt që shumë nga njerëzit që ne lexojmë në Bibël ose mund të them personazhet që ne kemi në Bibël nuk kanë kaluar kohën e tyre më të lehtë. Edhe por gjithashtu ata na kanë mësuar dhe kanë dhënë një shembull për ne që ne të mbahemi mirë tek fjala e Zotit dhe nëse ne mbahemi mirë ne mund të kalojmë çfarë lloj situate. Shumë njerëz e shohin një situatë të vështirë, ndoshta me një sy tjetër, e shohin si o Zot çam gjeti mua tani, po kaloj një kohë vështirë, si doja dal nga kjo situatë. A mendon ti që këto situata nuk duhet parë në mënyrë negative, por mund të jetë një mundësi për transformim për ne personalisht? Unë personalisht besoj që është çështje këndvështrimi, që do të thotë mënyra se si ti po e shef situatën në të cilën ti ndodhesh, situatën në të cilën ti je. Në rast se ti vendos lupën që o bëbo çfarë më gjeti mua, o bëbo si doja bëj, ky është fundi, është gjithçka errësirë, nuk ka rrugë zgjidhje, u mbyll këtu. Në rast se ti vendos të lup dhe ecën me këtë lup, mënyra se si ti do ta përballosh është shumë e vështirë dhe mund të ndodhë që nga jo fura e zjarit në të cilën ti ke hyrë të dalësh me tym, edhe jo ashtu sikur se është vullneti i Perëndisë që ne të dalim pa tym, domethënë të mos ndihet as aroma e zjarit tek ne. Pra, qëllimi i Perëndisë kur ne kalojmë përmes provave të ndryshme është që ne të rafinohemi, ne të pastrohemi dhe karakteri jon të bëhet si ai i Perëndisë. A ka pasur një moment në jetën tënde që ke kaluar përmes një kohe të vështirë dhe kjo kohë e vështirë të ka bërë më të fortë? Nuk të ka zhytur, nuk të ka mbytur, por në fakt ke kuptuar që unë do e përdor këtë gjë si një gur dhe do ngrihem e fuqishme. Ke pasur një moment të tillë, nëse mund të na e tregosh? Ka pasur momente të tilla, absolutisht. Unë po bëj 8 vite që tashmë i kam besuar Jezusit si Zoti dhe shpëtimtari im, dhe mund të them që nuk ka qenë lehtë. Domethënë rrugtimi me Jezusin nuk do të thotë që gjithçka është e lehtë, por ama ne dimë që nuk jemi vetëm për gjithë ecjes tonë me Perëndin, ai është për krah nesh. Në mes të situatave më të vështira që ne mund të kalojmë, ti ndjen një paqe që, me thënë të drejtën Elena, është shumë e vështirë ta shpjegosh paqen që ti ndjen dhe kur ti kthen kokën pas thua
si ka mundësi që kam djerë një farë lloj paqe të tillë. Kam djerë këtë paqe, domethënë si isha e fortë, si arrita ta përballoja, si pata shëndrimin e duhur, fjalët e duhura. Dhe kjo është vetëm hiri i Perëndis. Edhe hiri nuk mund vi tani për një situatë që unë e kam nesër. Hiri së nesërmes vjen nesër. Dhe shpesh herë ne komplikojmë më shumë jetën tonë sepse ne shqetësohemi se çfarë do të ndodh me të nesërmen, kur në fakt edhe vetë Zoti thotë mos u shqetëso për të nesërmen, sepse secilës ditë i mjafton pikëllimi vet. Që do të thotë ne duhet thjesht të mjaftohemi dhe të besojmë që Zoti është në kontroll të jetës sonë dhe duhet fokusohemi tek e sotmja, sepse ai është Zoti unë jam. Ai është Zoti unë jam sot. Jo Zoti ishte dje apo Zoti nesër. Ai absolutisht ishte dje, është sot dhe do jetë nesër, por duhet fokusohemi tek fakti që ai na ndihmon tani. Dhe hiri i na mjafton tani për çfarë do lloj situate. Unë mendoj që arsyeja pse ne trishtohemi apo shqetësohemi më shumë kur kalojmë përmes situatave nuk lidhet me të tanishmen, por lidhet me faktin se ne mendojmë çfarë do bëhet me ne nesër, sepse ne po ecim në këtë lloj situate. Dhe ajo që ne duhet dimë është se Zoti bën që gjithçka të bashkëveprojë për të mirën tonë. Dhe ai e ka bërë edhe për mua këtë gjë. Zoti i merr situatat që ti nuk i kupton, rrethana të cilat ti nuk i kupton dhe ti gjendesh në udhkryq dhe i kthen ato për të mirën tënde, gjë që ti nuk e kupton në atë moment. Ka pasur momente kur unë kam menduar se tashmë çdo gjë nuk po shkon si duhet, nuk e di çfarë do bëj, nuk kam marr fund, nuk e di cila është rruga që më duhet të ndjek, po ndjem shumë konfuze. Por pikërisht kanë qenë momentet ku Zoti më ka rindërtuar dhe më ka dhënë një lloj urtësie dhe pjekurie që unë nuk e kam menduar që mund ta kisha. Dhe kjo është vetëm fal hirit të Perëndis. Ti në fakt e preke pak më përpara dhe unë dua ta risjell sërish, ti fole për shqetësimin. Një nga gjërat personalisht që mua më kanë ndihmuar shumë kur kam kaluar situata të vështira është të mësoj të mos të shqetësohem. Dhe kjo gjë e ka hequr, në mund të them 50% të sikletit ose të punës, ne mund të shprehem në këtë farë mënyre, sepse më ka bërë mua të eci me një mendje më të qetë, më përpara. Pra, kam pasur janë ca raste ndonjëherë që thua, o Zot, sa do doja të mos isha në këtë meselë tani, do doja që të mos ishte kjo situata ime. Por ama kur ishe mund të themi pas disa muajsh ose ndoshta edhe një viti thua sa mirë që e kalova, sepse në qoftë se s'doja të kisha kaluar, nuk doja dilja dot kësaj situate që po ndodhem tani. Dhe Zoti e përdor atë në fakt që ajo një gjë që duket sikur ty po të mbyt, ty të ngre lart edhe të rrit. Edhe mendoj që në fakt shqetësimi ne shqetësohemi më shumë se ç'duhet për gjërat. Për financa, për shkollë, si do mendojnë njerëzit për ne. Kjo është një gjë që ne dimë që të rinjt vuajnë shumë, po jo vetëm të rinjt. E vërteta është që edhe të rriturit vuajnë nga kjo gjë. Për të gjitha grup moshat, në forma të ndryshme, secili prej nesh shqetësimin e ka të ndryshëm, dikush për shkollën, dikush për punën, dikush për martesën, dikush për marrëdhëniet, janë të ndryshme shqetësimet, por unë personalisht mendoj që shqetësimi më i madh që ne na prek është shqetësimi për të ardhmen tonë. Çfarë do bëhet me ne, nuk kemi asgjë kundi, nuk kemi kur kund. Dhe kjo për shkak se ne vendosim plane apo deadline për jetën tonë, cilat vjen një moment që nuk i zbatojmë dot. Vërtet. Nëse mund ta prek pak dhe këtë frika. Edhe ne kthehemi te frika dhe shqetësimi që ne dimë që janë gjëra që në fakt nuk vijnë nga Perëndia dhe vijnë nga djalli. Frika të mban të lidhur dhe të kesh frikë për të ardhmen, zakonisht e ke vënë re që njerëzit që kanë frikë nga diçka e caktuar, atyre u ndodh eksaktësisht ajo gjë, sepse ti ja le derën të ligut hapur, që ai të futet dhe ai eksaktësisht prek atë gjë që ti ke frikë. Ti si thua se ke hequr atë mbrojtjen e Zotit. Ai nuk i ke dhënë hyrje të lirë. Frika, shqetësimi, njerëzit që shqetësohen për një gjë të caktuar janë ata që në fund ditës në fakt ajo ndodh, ajo i bie kokës thoshte nëna ime. Ose kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme që përveç kësaj edhe ti e preke dhe e the, frika dhe shqetësimi, nëse duam që një situatë të eci përpara dhe ne të si thua të shpëtojmë nga kjo situatë pa tym thash? Pa erën e tymit, pa erën e tymit, ishte pa erën e tymit. Dhe furën e zjarrit mendoj që ne duhet të heqim shqetësimin ton edhe frikën ton. Edhe thjesht i besojmë Zotit. Gjërat janë më të bukura kur ne i besojmë Zotit. Më kujtove Jobin, Jobi përmend që nga ajo çfarë un kam frikë, ajo po më ndodh. Jobi kishte frikëra shumë të mëdha në raport me fëmijët e tij dhe fatkeqësisht ashtu i ndodhi. Ato nga cilat ai friksohej, ato po i ndodhin. Dhe ne duhet dimë që frika është e kundërta e besimit. Ne nuk o do kemi frikë, o do kemi besim. Në momentin që ne kemi besim,
gjithçka çfarë ne do të bëjmë është ne japim akses Perëndisë që të veprojë në jetën tonë dhe të veprojë në situatat me të cilat ne po përballemi. Në rast se ne kemi frikë, ne po japim akses Portligut, që ai të vijë të veprojë. Fakt ti përmend Jobin dhe Jobi në Bibël është një nga njerëzit më të keq kuptuar. Historia e Jobit është një histori e keq kuptuar. Në historinë e Jobit ne mësojmë që nuk është Perëndia që të sjell vështirësi. Perëndia të ndihmon ti kalosh vështirësitë. Asnjë gjë e keqe nuk vjen nga Perëndia, nuk është natyra e tij. Duke thënë që ai më sjell vështirësi është duke thënë që ti po mohon natyrën e Perëndisë. Ai është i dashur, ai është i mirë. Dhe Jobi në fakt ja hapi derën të ligut. Ai kishte frikë. Bibla na thotë që ai zgjohej çdo mëngjes dhe bënte flijime për fëmijët. Bibla na thotë që ai kishte frikë, prandaj bënte këto gjëra. Pra ai hapi derën frikës dhe frika erdhi në jetën e tij dhe bëri kërdin. Por Perëndia siguroi dy fishin. Ai ishte një njeri shumë i pasur, ai u bë akoma dhe më i pasur dhe pati akoma dhe më shumë fëmijë se ç'kishte. Pra mendoj që është shumë e rëndësishme që mos të shohim rrethanat e vështira nga ky aspekt, që është një gjë që na ka sjell Perëndia, jo Perëndia nuk sjell kështu lloj gjërash. Perëndia të ndihmon që ti kalosh këto gjërat dhe i përdor për ne që ne të rritemi. Në fakt bërë shumë mirë që e përmend faktin që Perëndia nuk është autori i situatave të vështira në jetën tonë. Fjala thotë që Perëndia është i mirë. Ai është gjithkohës i mirë dhe kur ne përballemi me situata të caktuara dhe unë personalisht një nga gjërat që Zoti më ka folur në një situatë të vështirë në jetën time ka qenë unë jam i mirë. Dhe kur ti e di që Zoti është i mirë, ti e di që ai është me ty, ai është për ty dhe ai do bëjë që gjithçka të bashkëveprojë për të mirën tënde. Dhe kaq i duhet shpirtit tënd për të kuptuar që ti nuk je vetëm dhe kjo situatë me cilën ti po përballesh do kaloj. Shumë e vërtet. Ke thënë një gjë shumë të vërtetë dhe të drejtë. Mund të të pyes, si mendon ti si ta ruajmë shpresën në një situatë, ne folëm për frikën, ne folëm për shqetësimin, po si ta ruajmë shpresën në një situatë kur duket sikur ke shumë presion mbi kokë, kur duket sikur asgjë nuk po ecën ashtu siç duhet, si të ruash shpresën në atë momente dhe të mos friksohesh apo të mos shqetësohesh? Ke një mendim si do e ruaje ti shpresën? Shpresa nuk vjen në mënyrë automatike, nuk është diçka që unë e dua edhe unë e kam tani. Unë besoj që është një punë e përditshme, është një investim i përditshëm në fjalën e Perëndisë, në kohën në lutje, në bashkësi me njerëzit e tjerë. Është shumë e rëndësishme që ne në periudhat më të vështira të jetës sonë të mos zgjedhim të veçohemi, të distancohemi, apo ndoshta ka shumë persona që zgjedhin dhe të largohen nga Zoti, të largohen nga familja e besimit dhe duke qëndruar vetëm. Kjo nuk është zgjidhja e duhur. Ajo çfarë fjala e Zotit na inkurajon është që ne duhet jemi bashkë me familjen e besimit, ne duhet jemi aty me njerëz që e dinë, e kuptojnë dhe që do të lutem për ne. Që ne të ruajmë shpresën, duhet që vetë jemi njerëz që bëhen robër të shpresës, që thotë të zgjedhim në zgjedhjet tona të përditshme atë çfarë fjala e Perëndisë thotë. Fjala thotë mos u shqetëso. Ti çdo ditë, ashtu sikur se Zoti thotë, duhet të zgjedhësh midis jetës edhe vdekjes, zgjidh jetën. Shpresa është jetë, shqetësimi është vdekje, sepse vetë shpresa të çon ty në gëzim. Burimi i gëzimit është shpresa. Në momentin që ti nuk ke shpresë, ti bëhesh një person i dekurajuar, një person i mërzitur dhe një person i cili është burimi i infektimi dhe për personat e tjerë rreth rrotull teje. Në momentin që ti nuk do që të rri me një person që një person që është pa shpresë, që gjithkohës ankohet, që është i dekurajuar edhe çfarë do lloj gjëje e shef me lupën e zezë. Mund të jetë një pikë e bardhë në një gjithë hapësirën e zezë, edhe një person që nuk ka shpresë do shoh pikërisht atë pikën e bardhë, dhe një person i cili tashmë ka humbur shpresën e tij do fokusohet vetëm tek e zeza, duke haruar plotësisht të bardhën, atë pikën e bardhë. Por kjo është diferenca. Ti duhet të shohësh pikën e bardhë në mes të gjithë errësirës. Ndonjëherë jeta është e tillë. Ti mund të jesh situata jote mund të jetë vërtet e errësirë, por është një pikë e bardhë dhe kjo është pikërisht Perëndia. Dhe sa më shumë që ti fokusohesh tek e bardha, është si zum. Ajo vjen edhe bëhet edhe më madhe, edhe më madhe, edhe më madhe. Ti në fakt e përmendë që parë të ke pak faktin që kur ne jemi po kalojmë gjatë një situate ose një periudhë që ka qenë e lodhshme, mundimshme ose qoftë dhe sikletshme, sa rëndësi ka komuniteti dhe njerëzit që ne e rrethojmë veten. Dhe këtu futet kisha, që mendoj që është një faktor shumë i rëndësishëm kur ne kalojmë kohë të vështira. Shumë njerëz mbyllen në vetvete siç ti e the, por dhe këtu futet pyetja ime në skenë, cili është roli i besimit kur ne kalojmë
periudha të vështira, ose gjithashtu dhe roli i kishës. Dhe mund të na tregosh pse ka kaq shumë rëndësi që ne të mos ta lejmë kishën, mos ta braktisim Zotin, por ne t'i kthejmë syt nga Zoti, sepse në fakt ai ka fuqinë që të na rregulloj, të na ridrejtoj situatën tonë. Mund të më japësh një mendimin tënd ose idenë tënde? Patjetër, Zoti është burimi i gjithçkaje. Pa Zotin ne nuk kemi as edhe një gjë. Çfarëdo lloj gjëje që ne kemi rreth rrotull nuk është për shkak të talentit ton, nuk është për shkak të aftësisë son, apo për shkak se ne jemi më të mirë se sa të tjerët. Gjithçka është për shkak të vullnetit të mirë të Zotit, dhe Zoti ka një vullnet të mirë për gjithë secilin. Është tjetër gjë se sa ne po i dorëzohemi vullnetit të Perëndisë dhe po ecim në atë çfarë ai ka planifikuar për ne. Besimi është një siguri, është një shpresë për atë që ti nuk e sheh tashmë. Edhe vetë Perëndia kërkon që ne të jemi njerëz të besimit. Edhe jo më kot edhe në Bibël ne kemi heronj tan të besimit. Është Abrahami, është Davidi, është Jozefi. Janë njerëz që pavarësisht situatave të vështira me të cilat u përballën, ata nuk hoqën dorë nga Zoti. Dhe Perëndia bëri që gjithçka të bashkëvepronte për të mirën e tyre. Jozefi kaloi nga pusi, kaloi nga burgu, shkoi pikërisht tek pallati i faraonit. Dhe kjo është për shkak se ai nuk hoqi dorë dhe nuk i hoqi sytë e tij nga Perëndia. Unë do inkurajoja në fakt që çdo person i cili mund të gjendet në situata të tilla të vështira ku mund të jetë distancuar nga Zoti, mund të jetë distancuar nga kisha, të rikthehet sërish. Është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi pjesë e një kishe lokale, të jemi jo vetëm të shkojmë aty për ditën e shtunë apo ditën e diel, por njëkohësisht të investojmë edhe më shumë në fjalën e Zotit, të shkojmë më shumë në praninë e tij, me shërbesat e tjera gjatë javës gjithashtu. Nuk mund t'ja dalim në këtë jetë pa Zotin. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë, ne nuk mund t'ja dalim pa Zotin. Ndërsa po vija sot këtu, po i thoja vetë stimen makinën, Zoti është shumë i mirë, nuk e di se si doja dilja pa ty. Nuk e di se si do ecja pa ty, po të mos kisha ty për krah meje. Ti e the. Dhe në fakt mendoj që është e rëndësishme që ti mshojmë pak kësaj pike, është që Zoti gjithashtu do të nderon. Pra situata që vijnë për të prishur punën ty, ose situata që vijnë për të për ta nxjerrë atë faqen e bardhë që ti ke krijuar, për të hapur të lashe, për të prishur imazhin, Zoti i kthen ato situata dhe të nderon. Flas personalisht, kam pasur disa situata ku është dukur sikur ka ardhur fiks për të prishur imazhin, për të prishur ndoshta emrin e mirë që dikush mund të ketë krijuar, dhe Zoti ka thënë jo, unë do ta kthej për mirë. Dhe mendoj që kur ne e shohim këtë gjë me këtë aspekt, me këtë lup, çdo situatë që vjen drejt nesh, qoftë e vështira, sepse ne po flasim për të vështirat, sheh një fitore në fund. Zoti do e kthej për mirë. Unë do nderohem nga kjo situatë, erdhe për keq, unë mësova, unë ngjita më lart, unë i bëra gjërat më mirë. Satani do të thotë poshtë, por në fakt Satani është i mposhtur. Amen, po, është e vërtet. Në fakt, kur ne gjendemi në mes të një situate të vështirë, apo ndoshta edhe në situata në cilën ti e përmende, ku ne mund të ballafaqohemi me situata dhe njerëz që ndoshta mund të hedhin dhe fjalë, mund të thonë gjëra që nuk janë okay, apo nuk janë ato çfarë të karakterizojnë ty, duhet kemi parasysh që Perëndia shikon çfarëdo lloj gjëje. Ai është një Perëndi i gjallë, ai shikon, ai dëgjon, dhe ajo çfarë ne duhet bëjmë është çfarë Perëndia dëshiron që ne të bëjmë në këtë situatë, cili është qëndrimi i duhur, cila është sjellja e duhur, cili është komunikimi i duhur. Ne nuk duhet të shqetësohemi për të tjerët. Ne duhet të shqetësohemi në raport me kush ne jemi, çfarë ne po bëjmë, sepse kjo është ajo për cilën edhe ne do të japim llogari në fund, për veten tonë, jo për të sjelljen e tjetrit. Ne nuk duhet të shqetësohemi cili është qëndrimi i tjetrit, por cili është qëndrimi ynë në mes të këtyre situatave, sepse qëndrimi ynë në mes të situatave të caktuara do përcaktojë dhe kozgjatjen tonë në shkret të tjerë. Shumë shpesh arsyeja pse ne kalojmë përmes situatave të vështira, të cilat duket sikur nuk kanë një fund, është edhe për shkakun ton. Për shkak se ne nuk kemi shëndrimin e duhur. Mund të jemi ankues, por nga ana tjetër ka edhe diçka që në rast se fokusohemi shumë tek shpërblimi, në rast se fokusohemi shumë Zoti do ta bëj që të shpaguaj, do merret me armiqtë e mi, në fakt duhet kemi kujdes. Nuk na takon ne të merremi me këtë pjesë. Thjesht ajo çfarë ne duhet dimë është që Perëndia është i drejtë. Dhe për sa kohë që ai është i drejtë, ai e di shumë mirë se çfarë duhet bëj me çfarëdo lloj situate në jetën tonë. Ne zgjedhim të bekojmë. Fjala e Zotit thotë që ne duhet të bekojmë, dhe kjo është ajo për cilën ne jemi thirrur, të trashëgojmë bekimin. E vërteta është që Perëndia është një gjyqtar i drejtë, thot Bibla. Edhe ne shumë gjëra mund t'ja edhe ja faturojmë atij disa gjëra që nuk janë për t'u faturuar atij, disa situata të vështira që njerëzit thonë o Zot, po ku je? Ose ku ishe?
edhe në fakt Zoti është aty. Ai pret lejen tënde. Dhe ne ndonjëherë, unë personalisht kam parë njerëz duke u ankuar për situatën e tyre, duke thënë o Zot, pse më le, si t'ja bëj unë tani, është një situatë e vështirë dhe absolutisht nuk po them që situata që ata kanë kaluar nuk ishte e vështirë. Mund të ketë qenë një situatë e tmerrshme, por ne duhet ta fusim Zotin në skenë kur ne kalojmë situata të vështira. Dhe Zoti në skenë futet me anë të besimit. Roli që besimi ka, nuk futet duke e fajsuar atë, duke thënë ku ishe, duke thënë unë po kaloj një kohë të vështirë, do ankohem tani, ndoshta duke u kthyer njerëzve që kemi përreth në një gjuhë jo të duhur, duke i folur me një gjuhë të gabuar. Dhe në ato momente, në ato situata kur ne kthejmë syt nga Zoti dhe i them, "Ok, unë tani do të të fus ty në skenë, të hap derën që ti të futesh në skenë." Unë gjithmonë kur kam kapur veten që nuk e kam lejuar Zotin të futet në skenë, kam thënë, "Ok, Elena, tani do fusim Zotin në skenë." Dhe kur Zoti futet në skenë, më besoni, çdo gjë bëhet më e mirë dhe situatat kalohen më shumë më lehtëshëm. Ne folëm deri tani për çfarë këndvështrimi kemi ndaj situatave të vështira. Unë dua të pyes si jo vetëm këndvështrimin që ne kemi, por gjithashtu pak më praktikisht, si ti kalojmë këto situata ose më mirë të them kështu. Cili është roli i besimit në përballimin e sfidave të jetës? Për ty si ka qenë? Ne përmendëm edhe pak më sipër që është e rëndësishme investimi ynë me fjalën e Perëndisë. Është shumë e rëndësishme edhe koha në lutje që ne kalojmë, por nga ana tjetër edhe bashkësia. Njerëzit me të cilët ne zgjedhim që ta rrethojmë veten dhe të cilëve u japim akses në jetën tonë që të ndikojnë, por nga ana tjetër edhe të ndikojmë ata. Duhet të kemi parasysh që në momentin që ne kalojmë në mes të vështirësive, nuk është për të gjithë njësoj. Është prandaj shumë e rëndësishme që ne të kemi një marrëdhënie personale me Zotin. Në gjithë ecjen time me Zotin, kur un kam kaluar përmes situatave të vështira, nuk ka qenë njësoj mënyra se si un jam përballur me këto situata, por edhe mekanizmat që un kam përdorur për të dalë nga situata të caktuara. Ka qenë një periudhë ku unë u futa shumë thellë në fjalën e Perëndisë. E vetmja gjë që doja ishte thjesht të lexoja. Dhe dija që nëse shkoja aty, lexoja Biblën, qoftë edhe libra të tjerë që ishin të krishterë dhe jo domosdoshmërisht vetëm Bibla, Perëndia më fliste, Perëndia më drejtonte dhe ti nuk e kupton, por ajo çfarë ti lexon, fjala është e gjallë, fjala është vepruese. Edhe pse ti nuk e kupton, ti po ushqehesh. Është fiks ushqimi që i duhet shpirtit tonë në momentet kur ne po kalojmë përmes vështirësive, sepse vështirësitë e thajnë shpirtin. Do të thënë bëhet fiks një shkretëtir ku e vetme gjë që ti dëshiron është ti je jetur. Dhe ajo çfarë ti duhet të mbushesh me Perëndin. Dhe zgjidhja është pikërisht fjala. Ka pasur pastaj situata të tjera ku un kam shkuar në adhurim përpara Perëndis më shumë se sa në fjalë. Situata të tjera ku un jam lutur më shumë. Do të thënë duhet të dim të gjejmë ajo çfarë ne na duhet. Nëse je në një situatë në cilën ti nuk mund të përqendrohesh dot, nuk mund ta lexosh dot fjalën, është e kot që investimi yt më i madh në atë moment jetë pikërisht tek fjala. Mund të jetë adhurimi. Do të ti ke nevojë që të shkosh në adhurim përpara Perëndisë, në lavdrim përpara tij, të hapësh zemrën përpara tij, të zbrazesh tek Zoti në mënyrë që ai të të mbushë ty, të të pastrojë ty, të të çlirojë ty dhe të dertë mbi ty fuqinë dhe forcën e tij. Ashtu sikurse ka momente të tjera ku vetëm gjë që ti mund të bësh është thjesht të qëndrosh në praninë dhe në prezencën e tij dhe ai e di se çfarë duhet bëj. Sepse ai është mjeshtri më i mirë, ai e di çfarë të duhet ty. Ti thjesht duhet të dorëzohesh. Kur ti fole për adhurimin, e ndjeva kështu një gjë. Adhurimi është një nga pikët e mia të dobta, ti e di. Dhe zakonisht kur flas Elena personalisht, kur kam një situatë të vështirë ose po kaloj një gjë të sikletshme, kam nevojë të shkoj të adhuroj Zotin. Kam nevojë të jap nder atij, edhe kam nevojë ta falenderoj atë për gjërat e mira që ka bërë në jetën time dhe thjesht shkoj, madje kam pasur një moment mami ma ka mësuar këtë gjë dhe jam shumë falenderuese mamit, më ka thënë adhurimi është arma e luftës tonë frymore, përdore. Mos e lej në dollap, mos e lej në syrtar, përdore. Dhe kam qenë në një moment ku isha shumë e trishtuar dhe mbaj mend kam shkuar, nuk më vinte fare të adhuroj Zotin, më vinte të qaja. Dhe në fakt po qaja. Dhe thash, unë të adhuroj Zotin, le të bëhet çfarë, domethënë njerëzit të bëjnë çfarë të duan, le të bëhet. Nuk di domethënë, ish kaq e mërzitur isha, kaq me nerva isha, më ta kujtoj atë ditë kaq mirë, thash unë do adhuroj Zotin. Dhe na që nuk këndoja dot, sepse isha e mbushur në lot, hapa muzikën në telefon dhe fillova të këndoja, të adhuroja. Kam gjetur një paqe, një çlirim, që të them të vërtetën, thash, ishte ai momenti
ku qetësova, tani mund të vazhdoj. Dhe një gjë që supozohet të më kishte mbajtur të trishtuar për ditë me radhë, thjesht kaloi për 10 minuta. Pse? Sepse u mendosa ta adhuroja Zotin. Kështu që jam shumë dakord me atë që më theti. Dhe të pyes gjithashtu, a ka një varg biblik ose a ke pasur një varg biblik ti personalisht kur ke kaluar një kohë siç ne folëm, pra që të kam mbajtur gjithë asaj kohe, hapje Biblën ose e veje mami mi vend të frigoriferi. Unë i vej kam marrë të xhampo një kështu të drurë që thjesht i ngjis aty, i vej dhe zakonisht ato vargjet i vej për periudha të caktuara të jetës time. A ka një varg biblik që të kam ndihmuar gjatë një kohe të vështirë të sikletshme që ke kaluar që e mban sot kësaj dite? Në fakt ka shumë vargje. Për gjithë kësaj kohe, Perëndia më ka folur përmes fjalës së tij në shumë forma, në shumë mënyra, por një nga ato vargje që është edhe vargu im aktual, do thoja, është tek Isaia 58:11, ku Perëndia thot: "Unë do të udhëheq vazhdimisht, unë do ta ngop shpirtin tënd në vendet e thata, do t'ju jap forcë kockave të tua, do të bëj si një kopësht të vaditur dhe si një burim uji, ujërat e të cilit nuk shterojnë." Dhe në fakt është një premtim nga ana e Perëndisë që lidhet me të tashmen, por edhe me të ardhmen, dhe unë e mbaj shumë fort këtë premtim. Si mund të ndihmojmë të tjerë që janë duke kaluar kohë të vështira, pa i gjykuar, por duke i inkurajuar dhe i ndihmuar? Ajo çfarë ne duhet bëjmë është të jemi të pranishëm. Njerëzit kanë nevojë të ndihen të dëgjuar, dhe të dëgjuar me zemër edhe jo thjesht me vesh. Ne duhet të jemi aty të pranishëm, ashtu sikurse ti e the, jo për të gjykuar ata, jo ndoshta për të dhënë për të bërë një analizë të thellë apo për të dhënë këshillat njëra pas tjetrës, por fillimisht i dëgjojmë, të mundohemi t'i kuptojmë, sepse personalisht mendoj që edhe vetë ne, nëse kalojmë në të njëjtën situatë për herë të dytë apo për herë të tretë, nuk do vepronim njësoj. Po, patjetër që do kishim nevojë për njerëz rreth rrotullesh, por nuk do vepronim edhe njësoj. Dhe ndonjëherë mënyra se si njerëzit reagojnë ndaj situatave të caktuara është e ndryshme, është komplekse dhe jo gjithmonë mund të gjykohet apo mund të justifikohet. Që do të thotë ne duhet të jemi mirëkuptues, duhet të jemi të dëmshur dhe duhet që t'ju shfaqim atyre dashuri. Njerëzit kanë nevojë shumë për dashuri dhe ajo çfarë ne na ndihmon apo është si një motor që na vendos në lëvizje për të ngritur sërish pas situatave stresuese, shqetësuese, ku ka shumë pikpyetje, ku ka shumë enigma, është pikërisht dashuria. Dhe fjala e Zotit thotë që dashuria nuk dështon asnjëherë. Dhe për sa kohë që Zoti thotë që nuk dështon, do thotë që ajo dashuria, ai investim që ti po bën tek njerëzit e tu më të afërt, tek familja jote, tek miqtë e tu, nuk ka për të shkuar kot. Patjetër që po bën diçka në jetën e tyre, ajo dashuri që ti po jep, sepse dashuria është dashuria e Perëndisë, edhe është ajo dashuri që na ka sjellë ne tek Perëndia. Perëndia e desha që na bashkojmë me të sa dha birin e tij. Prandaj dashuria bën diçka brenda personit në momentin që ti afrohesh atij me dëmshurinë e tij, me mirësinë e tij, me butësinë e tij. Dhe pikërisht mendoj që një nga gjërat primare që duhet bëjmë është jemi prezent, jemi të pranishëm. Patjetër që kur ti fillon dhe bisedon me personat që kanë nevojë, ata kanë nevojë për inkurajim dhe Perëndia të përdorë ty si një instrument për të sjellë paqen e tij në jetën e tyre, për të sjellë zgjidhjen e tyre në jetë, zgjidhjen e tij në jetën e tyre. Nga ana tjetër për të sjellë edhe një këndvështrim që ndoshta ata nuk e kishin menduar. Unë personalisht mund të them që jam e bekuar nga njerëzit që Zoti ka vendosur në jetën time, por personalisht nga motra ime e madhe Adela, e cila Zoti e ka përdorur atë në një mënyrë të mahniqme në jetën time, fikse ai instrumenti për të më drejtuar, për të më qëndruar pranë në momente jo fort lehta, dhe realisht dua të them që ne kemi nevojë për njerëz të tillë. Njerëz që janë dorëzuar plotësisht Perëndisë edhe që besojnë tek ai me gjithë zemër dhe që duan të përdoren nga Perëndia për t'i dhënë lavdi atij, por nga ana tjetër për të qenë të dashur edhe të dëmshur me të tjerët. Çfarë do të them tani lidhet pak edhe me pyetjen e fundit që në fakt doja të bëja, është fakti që kur kalon kohë të tilla duhet të jesh gjithashtu dhe i hapur që të mësosh dhe të dëgjosh. Jo të gjithë, e vërteta është jo të gjithë i shohin situatat dhe rrethanat si ishe ti personalisht. Dhe të tjerë i kalojnë ndryshe gjërat, disa i ndjejnë më shumë, disa i vuajnë më pak, pra askush nuk e kalon siç e kalon ti, kanë mënyra të ndryshme se si e
se si ecin përpara. Dhe kjo nuk është për të gjykuar. Kjo është në fakt ne mësojmë nga njëri tjetri. Ne shohim diçka që dikush e ka, sa mirë reagoj në atë situatë, dua dhe unë të reagoj ashtu, ose sa mirë mbajti veten, duhet ta mësojmë ta mbajmë veten. Por nga njëra anë ne gjithashtu duhet të jemi të hapur për të mësuar. Të hapur për të kuptuar që ndonjëherë mund ta shohim diçka gabim, ose mund të jemi duke bërë diçka gabim dhe dikush të thotë, "Shije një herë kështu, se ndoshta kështu funksionon më mirë." Dhe kjo nuk është për të ulur poshtë njëri tjetrin, po kjo është për ta ngritur lart njëri tjetrin. Dhe pyetja ime e fundit, me që unë bëra pak të si parantezë, ishte nëse do të duhet të jepje një këshill për të rinjt sot, që po kalojnë një kohë të vështirë, cila do të ishte ajo? Mos hiqni dorë nga Perëndia. Çfarë do lloj gjëje është përgjatë rrugtimit tuaj ju duhet që ta humbisni, dhe ndonjëherë në jetën tonë humbasim shumë gjëra që i kemi të çmuara, shumë gjëra që ne i vlerësojmë, njerëz, vende, pune, shoqëri, familjar, por ajo çfarë ne duhet kemi parasysh është që nuk duhet humbasim Perëndin. Duhet të jemi këmbgulës te kjo pjesë. Duhet vërtet të vendosim që të qëndrojmë me Perëndin pavarësisht se si vinë rrethanat e jetës. Na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë? Është ajo çfarë ne kemi dëshiruar apo është ajo çfarë ne nuk kemi dëshiruar? Ne duhet kapemi fort pas Perëndis, duhet të qëndrojmë, duhet të shkojmë tek ai në lutje, duhet lexojmë fjalën, duhet bëhemi pjesë e kishës, duhet të vazhdojmë të jemi në mënyrë të rregullt, pjesëtar të saj, duhet të investojmë aty, të shërbejmë Perëndisë dhe të tjerëve, dhe duhet kemi parasysh që Zoti është në kontroll. Mund të ndihesh tani sikur ka humbur çfarë do lloj gjëje, mund të ndihesh fikse ajo fara që është nën tokë, është errësirë. Nuk di çfarë të bëj tani në këto momente. por ne dim që fara nuk shndron aty. Ka periudhën e vet dhe ajo çel. Dhe duhet të kujtoni që situata në të cilën tani gjendeni është pikërisht situata që Perëndia po përdor, ju duhet, është e nevojshme. Ndoshta ka gjëra në karakterin tuaj që nuk janë të mira, nuk ju shërbejnë, nuk ju ndihmojnë për atë çfarë Perëndia ka për ju, sepse Perëndia e di çfarë ka për ju, ai e di planet që ka, ai e di çfarë ne na duhet, ai e di çfarë duhet dhe çfarë duhet hequr. Por në mënyrë që ne ta heqim, ne duhet të kalojmë ashtu sikur se ari në procesin që ne të purifikohemi, të pastrohemi, të rafinohemi, dhe të jemi të pastër. Besoni planit të Perëndis, edhe kur nuk e kuptoni, sepse Perëndia do të bëjë gjithçka në fund, dhe unë e them me plot bindje këtë gjë, gjithçka do të bashkëveprojë për të mirën tonë. Edhe pse nuk e kupton, edhe pse tani mund të ndjesh i humbur, u të krysh ndoshta, nuk e di cilën rrugë duhet të ndjekësh, Perëndia do të tregojë rrugën. Mjafton të qëndrosh me të, mjafton të qëndrosh me njerëzit e tij, dhe patjetër që ai do flas, patjetër që ai do lëviz. Ai e ka bërë këtë gjë me Abrahamin, e ka bërë këtë gjë me Jozefin, e bëri me Danielin në gropën e luanëve. Nuk besoj se gropa në cilën ju gjendeni tashmë është e pamundur për Perëndin që ta zgjidh. Perëndia mund të bëjë që gjithçka të shkojë më së miri për ju. Pastori thot gjithmonë që të jetosh, pra të hedhësh hapat me besim dhe të jetosh me besim është të jetosh një jetë aventuriere. E vërtet, po është çështje këndvështrimi. Në momentin që ti e shikon si një aventurë jetën me Perëndin, çfarë do lloj gjëje që ti vjen, do ta marrësh me shumë sportivitet. Patjetër që ka lot, patjetër që ka dhimbje. Edhe kjo është pjesë e procesit. Nuk mund të themi tani që gjithçka është në rregull. Askush nuk e do. Askush nuk e do vështirësinë. Askush nuk e do sfidën kur ajo vjen. Askush nuk i do lotët. Askush ndonjëherë nuk do edhe ato netët e gjata ku ti ndoshta mund të mendosh më shumë se sa zakonisht. Por thjesht duhet të dim që është pjesë e procesit dhe ne duhet bashkëpunojmë me Perëndin në mënyrë që procesi të zgjasë më pak. Bestekëria e Zotit kur nuk ka dështuar. Amen. Zoti kur nuk ka dështuar dhe nuk do t'ja fillojë nga ty. Është e vërteta. As nga ty. Faleminderit që ma the, do ta mbaj mend. Mendoj që kjo temë është një temë që i flet jo vetëm të rinjve, por të gjithëve, edhe mendoj që ne duhet të jemi shumë të hapur ndaj njerëzve që po kalojnë situata të tilla, dhe siç e tham, jo të hapur për të gjykuar, por të hapur për të ndihmuar. Perëndia na ndihmojë ne, edhe duke qenë se ai na ndihmojnë edhe ne duhet të ndihmojmë të tjerët. E vlerësoj shumë që të kisha këtu në studio, e shijova shumë, të uroj shumë bekime, të uroj shumë suksese kudo që Zoti do të drejtojë. Plani i Perëndis për ty është i mrekullueshëm, unë e di, mendoj që ti e di tani, mendoj që e di. A e di apo nuk? E di. E di, okay, e di. Jemi në rregull. Mendoj që
është shumë e rëndësishme që ne ti bëjmë të besnikëria e Perëndisë edhe të dashuria e tij dhe ti tregojmë njerëzve të njëjtën dashuri siç do donim edhe ne që na tregonin. Amen. Ne duhet që të jemi të vetëdijshëm që nuk jemi vetëm. Dhe Perëndia është me ne, por ai nuk na ka lënë vetëm, sepse ai ka sjellë dhe njerëz në jetën tonë në mënyrë rrugtimin që ne bëjmë të mos e bëjmë vetëm. Prandaj thjesht duhet të kemi sy tek Perëndia dhe unë realisht dua të të falenderoj që më bëre pjesë të programit tënd edhe unë e kam shijuar shumë edhe të uroj vërtet shumë suksese. Gëzohem shumë që të kisha në studio. Faleminderit shumë që pranove ftesën edhe erdhe. Gjithashtu mendoj që tema që kemi folur sot është një temë që nuk është vetëm për të rinjt, por i prek të gjithë grup moshat. Dhe mendoj që është një temë që pse jo duhet folur më shumë, edhe duhet të mësojmë ta inkurajojmë njëri tjetrin, të japim pra dashuri njëri tjetrit në këto kohë të vështira që po kalojnë. Faleminderit gjithashtu dhe ju që na ndoqët. Ju bekojmë shumë, uroj që të keni një javë sa më të mirë dhe bashkë do të shihemi herës tjetër. Mirupafshim.